Në qendrat shëndetësore të fshatrave, tabloja që paraqitet çdo ditë flet qartë për një realitet që po thellohet. Në dyert të ambulancave trokasin më shumë të moshuar se sa të rinj. Personeli shëndetësor konfirmon se pjesa dërmuese e pacientëve janë të moshës së tretë, ndërsa të rinjt janë gjithnjë më të pakt, kryesisht për shkak të emigrimit. Në Novosel, fluksi i pacientëve të moshuar është i përditshëm. Ata paraqiten për kontroll të rregullt, ndjekje të sëmundjeve kronike apo për trajtime të vazhdueshme. Hipertensioni, diabeti, problemet kardiake dhe sëmundjet reumatizmale janë ndër diagnozat më të shpeshta. Mjekët theksojnë se shumica e këtyre pacientëve kanë më shumë se një sëmundje shoqëruese, çka e bën trajtimin më kompleks dhe kërkon ndjekje të vazhdueshme. Mjeku Arben Xhuveli e cilëson këtë situatë si pjesë të një fenomeni më të gjerë europian dhe botror, plakjen e popullsisë. Sipas tij, rënja e lindshmërisë dhe largimi i të rinjve kanë sjellë një ndryshim të dukshëm në strukturën demografike, duke rritur ndjeshëm përqindjen e moshës së tretë në zonat rurale. Është ky problem, mendoj se ekziston ky problem i popullsisë gjithandej në Shqipëri, aq edhe në Osel sigurisht, si në gjithandej. Pra këtu kemi më shumë moshë të tretë. Moshë të tretë, sigurisht moshë të tretë. Është një analizë e komplikuar për të bërë. Ku varion moshat? Çfarë moshash? Po tani nuk mund të jap shifra sakta, po flasim për një plakje të popullatës. Tani ja flitet gjithandej në census i QB, të gjitha kanë nxjerrë të dhëna për një rritje të plakjet popullatës. Është fenomen evropian e botror, nuk është aq më shumë në Shqipëri dhe largimet e këto gjërat, fenomenet social që ne i dim, për cilat nuk mund të flas shumë. Lindjet 2025 vazhdojnë në ritme të ulta të lindjeve. Nuk mund të jap një shifër të plot tani për momentin, por vazhdojnë me ritme të ulta të lindshmërisë popullatës. E njëjta situatë paraqitet edhe në Gjormë, edhe këtu të rinjt janë të pakt. Shumë prej tyre kanë zgjedhur të emigrojnë, duke lënë pas prindrit dhe gjyshrit. Si pasojë, qendra shëndetësore përballet kryesisht me pacientë të moshuar, të cilët shpesh jetojnë vetëm dhe kanë nevojë jo vetëm për kujdes mjekësor, por edhe për mbështetje sociale. Personeli shëndetësor shprehet se rritja e numrit të pacientëve të moshës së tretë ka sjellë dhe nevojën për më shumë shërbime specifike për këtë kategori. Trajtimi i sëmundjeve kronike kërkon kohë, përkushtim dhe ndjekje të vazhdueshme, ndërsa mungesa e familjarëve për shkak të emigrimit e bën situatën edhe më të vështirë për të moshuarit. Gjormi është një fshat që ka shumë punë, ka shumë pacient. Bëjmë dhe shërbimet, domethënë në përshpira, njerëzit që janë që nuk mund të ecin dot, të paralizuar. Pra, kjo është një punë e përditshme, rutinë tek neve. Pra, këtu ka më shumë pacientë të moshuar apo? Këtu ka më shumë të moshuar, po. Që vuajnë nga sëmundje të ndryshme, tensioni, diabeti, domethënë astma bronkiale. Janë të shumëllojshme diagnozat që kanë. Të rinj ka pak. Të rinj ka pak, sepse kanë ikur, kanë emigruar, kështu që kanë mbetur moshë e tretë, mos themi e katërt afare, se janë të mëdhenj në moshë. Dhe kjo gjë ju vjen shkakton më shumë punë apo? Po, tjetër, megjithatë, kush e ka punë në profesion, nuk lodhet kurrë, mendimi im. Plakja e popullsisë nuk është thjesht një statistik. Ajo reflektohet në jetën e përditshme të komuniteteve rurale, në shkolla më pak nxënës, në shtëpi ku jetojnë vetëm të moshuarit dhe në qendrat shëndetësore ku mosha mesatare e pacientëve rritet nga viti në vit. Kjo prirje kërkon politika të mirëfillta sociale dhe shëndetësore për të garantuar kujdes dinjitoz për të moshuarit dhe për të nxitur rikthimin apo qëndrimin e të rinjve në vend. Ndërsa Europa dhe bota përballen me të njëjtin fenomen, në fshatrat shqiptar, si Novosela dhe Gjormi, plakja e popullsisë shihet qartë në radhët e pritjes së ambulancave. Një realitet që flet për sfida të reja, por edhe për nevojën e një qasje më të koordinuar për të ardhmen demografike të vendit.